Nga Narta, aty ku zhurma e buldozerëve prishi qetësinë e brigjeve ku flamingot gjejnë stre, simboli i tyre mborriti në Tiranë, u vizatua në pankarta, mori formë në karton, u kthye në skulptur, spila e instalacion, derisa silueta e saj roz u bë një nga pamjet më të dallueshme të protestës përballë kryeministrisë. Por ajo që shihet në shesh është vetëm rezultati. Pas flamingove, pankartave dhe instalacioneve, qëndron puna e një grupi artistësh, aktivistësh dhe qytetarësh që prej muajsh përdorin artin si formë rezistence. Ata njihen tashmë si grupi i flamingove. I kemi nisur nga një grup artistësh, e cila jemi angazhuar fillim në protestat fillimit për Nartën, që kur kemi gjuar projektin, e kemi nisur me një grafiti në rër që nga shkurti që bëmë për sos po gravitemi, ku kemi ilustruar shumë specie të zonës. Më pas e kemi vazhduar grupin artisteve deri më sot, edhe ku i protesta bërë masive. Fatma dhe Elsa Paja janë dy prej tyre, dy motra të dyja artiste, që prej muajsh ndajnë kohën mes protestës dhe punës që zhvillohet larg bulevardit. Bashkë me 10 vullnetar, mblidhen, diskutojnë idetë, sigurojnë materialet, presin karton, vizatojnë, lyejnë dhe ndërtojnë figurat që më pas dalin në shesh. Por ajo që nisi si një grup artistësh tashmë është kthyer në një komunitet ku njerëz që ndoshta nuk njiheshin më parë, sot ndajnë punën për të njëjtën kauzë. Lodhësh, por ku je këtu me njëri tjetrin nuk kupton fare se lodhësh, sepse domethënë, ndoshta kjo është pjesa më e bukur e gjithë kësaj gjës që na ka bë bashkë, edhe ndoshta kjo është pjesa edhe më revolucionare, në sensi që secili ka ndryshuar diçka edhe thjesht ideja më bë komunitet, domethënë edhe me kriju gjëra të reja, domethënë kjo është pjesa më e bukur e gjithë protestës. Është protestë intensive, duhet ta them këtë, për shkak se është protestë çdo ditë. Por prap e shikoj që çdo kush është vullnetar në këtë pjesë edhe shikon si një përgjegjësi dhe detyrim për ta mbajtur protestën sa më fort edhe shty para protestën. Prandaj secili që vjen dhe kontribon këtu jep përveç një lodhjesh, është një lloj kënaqësie sepse është diçka kontribut që ata i përfshihen në protestë më shumë.